Ky ekip nuk vjen të pasroj të shkuarën, vjen të ndërtoj të ardhmen. Ekipi ynë nuk vjen të përqaj popullin e Kosovës, vjen të bashkoj njerëzit e Kosovës. Ekipi ynë nuk vjen të flasë për fajet, vjen të punoj për të mirën e secilitit. Dhe një të ardhmet bukur që na qëndron përpara e na thërret me plot ngulm. Kosova duhet të ecë drejt asaj të ardhme, duke u çliruar nga tashmja nguface që na mban tek momentet përçarse, sepse vizioni ynë është i qartë, është perëndimor, është i pakthyeshëm. Ne besojmë te Kosova hapur, jo te Kosova mbyllur, te Kosova me aleat, jo Kosova në përballje me ta, te Kosova që merr pjesë në botë, jo që fshihet prapa botës, te drejtësia që funksionon, te ekonomia që zhvillohet, te punësimi që krijohet, te arsimi që edukon breznin, tek shëndetësia që shëron, tek siguria që garanton, tek diplomacia që respektohet. Sote nuk jemi këtu vetëm për të mbyllur një fushat, jemi këtu për të hapur një kapitull të madh, jemi këtu për të thënë qartë se Kosova nuk është e lodhur nga demokracia, Kosova është e lodhur nga mashtrimi, Kosova nuk është e lodhur nga shteti, është e lodhur nga keqpërdorimi i tij. Dhe kur populli lodhet nga gënjeshtra, kërkon të vërtetën, ngrihet në këmbë, sot LDK-ja është ngri në këmbë. Dhe vërteta është kjo, është e zëshme, është e qartë, pa lidhjen demokratike të Kosovës nuk ka stabilitet, pa LDK nuk ka orientim, pa LDK nuk ka shtet që flet me botën dhe nuk ka shtet që respekton qytetarin e vet. Sepse LDK-ja nuk është një parti e momentit, LDK-ja është parti e momenteve historike. Kur është dashur qetësi, LDK-ja ka sjellur qetësi. Kur është dashur guxim, LDK-ja ka sjellur guxim. Kur është dashur mençuri, LDK-ja ka sjellur mençuri. Dhe sonte, kur Kosovës i duhet shpresë e drejtim, le t'i japim vendit tonë shpresë e drejtim.